أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله المبعوث رحمة للعالمين Allahun e falenderojmë, I cili është meritor të falenderohet në çdo kohë dhe në çdo vend, për mirësitë dhe begatitë që na I ka dhënë. Ndër mirësitë më të mira është udhëzimi I drejtë, udhëzimi I cili është shërbëtori dhe gjëja më e mirë e begatisë më të madhe në trupin tonë, në shpirtin tonë, është mendja jonë. Udhëzimi I cili është ilaç edhe melhem për zemrat tona, është udhëzimi vetëm I cili rregullon dhe sistemon jetën tonë të shkurt, që këtë jetë me shumë të lashe dhe shumë peripeci, sa më mirë dhe sa më lehtë të kalojmë, dhe frymën e fundit Allahut faqebartë ja dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriçuar, për Muhammed Mustafa, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik, dhe për gjithë ata që ndjekin mësimet profetike të pejgamberit alayhis salam në gjitha dimenzionet e jetës, me shumë mençuri, me shumë urtësi, me shumë burni dhe krenari deri në ditën e fundit. Pas këtij falënderimi, falenderoj shoqatën apo akademin Ether për ftesën që ne kemi bërë. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërblet për këto aktivitete kryetëdhënëse, Zoti ju dhashtë energji pozitive, vazhdueshmëri në punë, qofshi të bereqetshëm dhe të dobishëm në gjitha situatat e jetës, dhe dhash Zoti që të keni qëndrueshmëri në këtë rrugtim profetik dhe gjithë profetëve të Zotit madh deri në frymën e fundit. Allahumma amin. Në këtë kohë të cilën e kemi në dispozicion, do të mundohem të jap disa këshilla dhe disa udhëzime hyjnore dhe udhëzime profetike të pejgamberit alayhis salam për të mbushur një boshllëk ose për të plotësuar diçka që do të jep vlerë I jetës tonë si njerëz dhe si musliman, duke mësuar nga ajo që na mëson Zoti I Madh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zakonisht kur shpjegohet Islami dhe kur një musliman e lexon për Islamin, e shef begatinë e Islamit dhe I shef mirat e Islamit, se kjo fe është një bark, është një anije, në të cilën anije ai që hip shpëton, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është tamam ajo anije e Nuhit alayhis salam, në të cilën anije kush ka hip, edhe ai ka dalë shpëtimtar. Mirë po, ndonjëherë nga keq kuptimi ose mos kuptimi I drejt I kësaj, ndonjëherë zhgënjehemi me vetveten dhe sikurse nuk e shohim Islamin ashtu siç e kemi paramendu. Nëse Islami na e dim krejt, se Islami jep siguri, jep qetësi, jep rahati, jep garancë, jep mirëqenie, po në ndërkohë të jemi të realt me vetveten. Shpeshherë nuk I shohim këto gjëra, po. A I shohim apo nuk I shohim? Mos u tutni, thoni po se jo. Po. E shef, e dim që Islami është garanca, po. Por shpeshherë nuk e shohim garancën. E dim se Islami është qetësi, por shpesh qetësia na mungon. Apo? Mos u tutni vetë. Islami shpeshherë na mëson, jo shpeshherë, është tillë, është fundamenti I Islamit.
në mëson trimrin, a më shpesh tutmina. Apo? Thunive po më sutut. Problemi është se na për islamit presmi diçka në jetën e kësaj botës, të cilën Zoti nuk na jep në këtë botë. Po na jep vetëm diçka nga ajo. Po ne presmi shumë, 100% e presmi nga jeta e kësaj dhunjaje. Edhe harrojmë se jemi në mejdanin e veprimtarisë. Edhe harrojmë se jemi në mejdanin e punës. Harrojmë se jemi në mejdanin e kënaqësisë të pjesërishme dhe jo të plotë. Harrojmë se jemi në mejdanin e angazhimit dhe jo të rahatisë. Andaj Allahu në Kur'an thot: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." E kam kriju njeriu që njeriu në mejdanin dhe në jetën e shkurt kësaj dunjaje, që ai vazhdimisht të ballafaqohet me të lashe. Kur ka thonë el insan, i ka përfshi këtë njerëzit, qofshin ata musliman apo jo musliman, qofshin ata që e besojnë ahiretin dhe qofshin ata që nuk e besojnë ahiretin. Domethënë i ka përfshi gjithë njerëzimin. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. E kam kriju njeriu që të përjetoj vështirësi, që të përjetoj të lashe, që të ballafaqohet me problemet e përditshme të jetës. Andaj të qenurit musliman nuk do të thotë se Islami neve do të na tjetërson prej rregullave kosmologjike dhe rregullave të kësaj natyre. Na kemi lindë si kanë lindë krejt tjertë. Edhe lindin prej neve, sikur se lindin krejt tjertë, qofshin ata musliman apo jo musliman. Ushqehemi sikur ushqehen të gjithë. Edhe punojmë sikur punojnë të gjithë. Edhe smuhemi ose na kaplon smundja sikur se i kaplon të gjithë. Madje tash mos i përmeni gjitha proceset e jetës, madje edhe në fund na kap edhe vdekja, sikur se gjithë i kap vdekja. Çka është dallimi dhe çka është e mira të cilën na e ofron Islami, dhe na me një farë mënyre e ndim veten të privilegjuar dhe të veçuar nga tjerët, është se Islami na mëson dhe njeriu i drejtohet në botë kuptimin e drejtë për këtë jetë. Është shumë e rëndësishme se si na e kemi të konceptuar jetën. Është shumë e rëndësishme se na në bazë shkajt veprojmë në jetën e kësaj dhunjaje. Është shumë e rëndësishme se çfarë pritshmërie kemi në jetën e kësaj dhunjaje. Është shumë e rëndësishme se pas kësaj dhunjaje sa veprojmë për atë që na pret pas kësaj dhunjaje. Domethënë këtë këto koncepte duhet t'i përvetësojmë. Dhe janë koncepte jo vetëm filozofi, nuk janë vetëm teori që duhet t'i kalojmë vetëm kur dikush na kujton, ose thjesht t'i kemi në fusnotën e jetës tonë. Por këto janë bazamente. Këto janë bazamente mbi të cilat na duhet ta ndërtojmë jetën. Si duhet ta kuptojmë këtë botë, është fundament i besimit tonë. Si duhet ta kuptojmë pozicionin tonë në jetën e kësaj dhunjaje, është fundament i besimit tonë. Domethënë, ashtu sikur ne e përshkruan Zoti këtë botë dhe këtë gjithësi, na ashtu duhet ta pranojmë. Përndryshe nëse na nuk e kemi atë koncept shëndosh të kësaj gjithësie, ashtu siç ne e përshkruan Kur'ani dhe pejgamberi alayhis salam, shpeshherë shohim se namazi jon s'po na bën dobi. Se kemi defekt në fundament. Shpeshherë shohim ndonjëherë edhe përmendja e Zotit s'po na bën dobi. Shpeshherë shohim ndoshta edhe sadakajën të cilën na japmi, që shpeshherë na ballafaqohemi me këtë kategori të njerëzve, thotë hoç thotë për çdo ditë jap sadaka, për çdo ditë përmendi Zotin, për çdo ditë baj dhikr, për çdo ditë baj dhikrin e mëngjesit edhe të akşamit edhe kështu edhe ashtu. Mirë, po nuk pe gjej atë qetësi për cilën Zoti neve na ka fol. Allahu në Kur'an thotë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Zotit, çka? Qetësohen zemrat. Me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat.
Për çfarë përmendje po na fol Zoti neve? Cila është ajo përmendje të cilën na duhet ta kuptojmë esencialisht? Sa është shumë lehtë përmendja e Zotit formalisht. Këtë mund ta bëjë çdo njeri. Ama neve na mungon përmendja e Zotit esencialisht. E përmendja e Zotit esencialisht është ashtu siç na ka mësuar Said ibn Jubairi. Ka thonë përmendja e Zotit ku Allahu në Kur'an thot fadhkuruni adhkurkum, më përmendni mua. Në ajetin e surës Anfal thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Fjala itmi'nan, nëse përkthejmë gjuhën shqipe, do më thonë qetësi. Mirë po na e gabojmë qetësinë me rahatin. Na nëpërmjet qetësisë dojna rahati. Edhe këtu e kemi në atë ndeshjen e madhe në jetën tonë. Qetësia është diçka tjetër, rahatia është diçka tjetër. Qetësia është qetësia e zemrës. Qetësim për të cilën Zoti neve na fol në Kur'an, nuk është rahatia, të cilën ne e shpresojmë. Kështu që është shumë e rëndësishme për atë që na veprojmë atë ta presmi. Jo të veprojmë për diçka tjetër, e të presmi diçka tjetër. Nuk ka mundësi me imanin tonë, edhe me veprimtarinë tonë në emër të imanit, me prit shpërblimin e ahiretit nga jeta e kësaj dunjaje. Se nëse kështu na veprojmë, atëherë na kena me pas probleme dhe defekt me brendësinë tonë, me shpirtin tonë. Kështu që Zoti nuk po na fol për rahatin, po na fol për qetësinë. E çka është qetësia? Dhe si arrihet qetësia? Allahu thot me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Qetësia e zemrës është siguria. A ka mundësi njeri me jetu me probleme dhe me kanë i qetë në të njëjtën kohë? Po. A ka mundësi njeri me pas probleme gjatë ditës edhe me kanë i qetë në brendësinë e tij? Po. A ka mundësi me kanë e kundërta? Njeri mos me pas probleme po me kanë i shqetësuar. Apo? Ka mundësi. Edhe kjo ndodh. A keni pa disa për shembull se neve na bën vaki shpesh herë. Thotë hoxha, këtë mirë i kam, këtë në rregull jam. Në aspektin ekonomik jam mirë, në aspekt këtë i kam mirë, çështjet e dunjas i kam mirë, ama s'jam rahat. Ai këtë rahat e ka mësuar përmendsh. Domethënë e ka për qëllim qetësinë se ka në brendësinë e tina. Kurse edhe e kundërta është. Kemi pa njerëz që kanë shumë probleme, apo mirë po e ka një siguri dhe një qetësi të mbrëmshme që ai nuk din me përshkruajt. Për këtë na kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi alaihi wasallam ashaddu bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kush janë më të sprovuarit? Kush janë? Pejgamberët e Zotit. Në mesin e këtë pejgamberëve kush është më i sprovuar? Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë ato telashet dhe me gjithë ato sprovat, me gjithë ato telashe dhe me gjithë ato sprova, ai ka pas diçka të garantuar në brendësinë e tij. Ajo është qetësia, ajo është siguria, të cilën siguri Zoti e përmend edhe në mejdanin e luftës. Çka thot Allahu në Kur'an? Thot në mejdanin e luftës përmend në Zotin, se përmendja e Zotit çka ndodh? Në momentin kur ti je në front, në vijën e parë, edhe të kërcënohet jeta, domethënë ose gjallë ose i vdekur. Allahu thot përmend Zotin, se përmendja e Zotit çka? Ta jep qetësinë e zemrës. Kur je i qetë në brendësinë tënde, din me menaxhu problemin më lehtë. Dhe kundërta, në mirëqenie me kanë, por i shqetësuar, nuk din me u rahatu dhe me i gëzu të mirat e Zotit. Çka është qetësia, të cilën Zoti e përmend Kur'an? Dhe si të arrijmë qetësi? Para se të arrijmë rahatinë e ahiretit. Kur thot Zoti i Madh, fadhkuruni adhkurkum, më përmendni mua, unë do t'ju përmendi juve. Said ibn Jubairi ka shpjeguar shumë shkurt edhe qartë. Ka thonë kështu: kuptimi i ajetit udhkuruni
që ta siguron qetësinë në surën Enfal, është për qëllim Zoti po thotë kështu: respektoni urdhnat e mia. Respektoni urdhnat e mia. Atiu Allah o atiu Rasul, la'allakum turhamun. Respektoni urdhnat e Zotit dhe urdhnat e pejgamberit alayhis salam me shpresë, me një farë mënyre Allahu po të garanton se ti do të jesh i mbështjellur dhe nën strehimorën e rahmetit Zotit. Udhkuruni adhkurkum, më përmendni mua duke i respektuar rregullat e mia, duke i respektuar urdhnat e mia, unë do t'ju përmendi juve. Sejdi ibn Xhuberi tha, qëllimi i ajetit është se Zoti thot, nëse ti më përmend shumë, nëse ti më përmend duke i respektuar urdhnat e mia, unë do të përkujtoj ti duke të kaplu me rahmetin tënd. Çfarë është rahmeti i Zotit? Dhe çfarë është mëshira e Zotit? Dhe çfarë është makfireti i Zotit? Që shpesh na kemi qef me një farë mënyre me i kuptu 1+1 bojnë 2. Makfiretin e Zotit ose përmendjen e Zotit thjesht kështu e kuptojna se kështu na vjen ma lehtë. Mëngjes mi i thonë Zotit 100 herë estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kjo është puna më e lehtë, vëllezër. Sa minuta marrin këta? 5 minuta, ma shumë nuk marrin. Edhe pens para perëndimit dillet 10 minuta. Me 10 minuta fjalë goje që dalin prej imanit, tash nuk e kontestoj këtë. Ndoshta dalin prej imanit, ama është i mangët në kuptimin e plot përmendje Zotit. Edhe kështu neve na vjen ma lehtë. Edhe shpesh herë njerëzit që ndoshta shumë e kanë kujtu Zotin dhe e kanë përmend Zotin, ka ardhur koha ku aja shlohet prej përmendjes Zotit. A shlohet prej përmendjes Zotit. Edhe thot, tash, ndoshta mataze i kemi. Kjo Merjeme ose Maria me verzionin e ri, thot, shumë i kam çu salavat pejgamberit alayhis salam. Edhe përmend cifra, numra përmend. Edhe ajo habitet me vetveten, pse gjithë ajo përmendje, edhe pse ajo ai numër i madh i salavateve ndaj pejgamberit sa pse ka shpëtu. Pse nuk e ka shpëtu? Se ka keq kuptuar përmendjen e Zotit. Edhe dervishët e përmendin Zotin shumë. Edhe sufite përmendin Zotin shumë. Edhe njerëz të devijum që nuk e din bazamentin e sunetit pejgamberit alayhis salam, edhe dinit Zotit, ato ndoshta e përmendin Zotin më shumë se na. Mirë po, realisht jeta e tyre domethënë nuk përputet as pak me atë që na mëson Kurani dhe na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj esenca e përmendjes Zotit për ta siguruar qetësinë edhe sigurinë e brendshme shpirtërore në jetën tonë si musliman është që na me i respektu urdhnat e Zotit, edhe me i respektu urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh kanë ardhur pa i deformu dhe pa i deviju. Feja edhe dini i Zotit para se ti drejtohet zemrës njeriut, i drejtohet mendjes njeriut. Se shpesh herë na mos ta me kemi keq kuptuar hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudgha, idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Në trupin e njerit është një copë mishi, aludon për zemrën. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi. Nëse ajo dëmtohet edhe prishet i gjithë trupi. Çka është ajo që e përmirëson zemrën dhe çka është ajo që e prish zemrën e njerit? Çka është ajo që e përmirëson zemrën e njerit dhe çka është ajo që e prish zemrën e njerit? Ajo që e përmirëson zemrën e njerit është koncepti i shëndosh i kësaj bote dhe botës përtejme.
Dhe prishja e zemrës fillon nga koncepti i gabum i kësaj bote dhe botës tjetër. Andaj Zoti i Madh në shumë ajete, domethënë Kurani ka ardhur me ndërtu njerin. Dhe ndërtimin e njerit e fillon prej mendjes. Shumë ajete ka ku Allahu fol për mendjen e njerit. Afala ta'qilun, a nuk jeni prej atyre që dini me logjiku. Afala tatafakkarun, a nuk po meditoni. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellit edhe tokës, në ndryshimin e natës edhe ditës, ka argumente dhe fakte për kanë, për ata që kanë mendje. Domethënë ky Kur'an dhe ky sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njëherë prek mendjen e njerit. E krijon botkuptimin e shëndosh, e pastaj mendja me botkuptimin e saj ja dorëzon zemrës. Dhe zemra e reflekton në gjymtyrët e trupit. Andaj, për të arritur qetësi që Zoti na i siguron, na duhet me kuptu pozicionin ton si njerëz dhe misionin ton si njerëz, pse kemi ardhur në jetën e kësaj dhunjaje, e para, edhe e dyta, çka pas kësaj dhunjaje? E para, pse kemi ardhur në këtë botë? Dhe e dyta, çka pas jetës kësaj dhunjaje? Çto dy gjëra, nëse i kemi konceptum ashtu çish na i përshkruan Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na nuk do të kemi problem jetën tonë. Me këtë peripecitë e jetës, me këtë problemet e jetës, se na kemi fundament. Domethënë, këtë fundament që na jep Kur'ani, nëse e kemi të betonuar në zemrën tonë, nuk ka kush që na lëviz. Nuk ka kush që na lëviz. Sepse këto gjëra duhet me i pas vazhdimisht, duhet me i rujt, më shumë se çdo gjë. Se kjo është ajo që ta ruan jetën. Kjo është ajo që tamam njeri kur hip në anije, edhe nëse nuk din me notu me anije, nëse nuk din me menaxhu, kot që ka hip në anije. Andaj, na kemi hin Islam, ama me çfarë fundamenti kemi hin Islam? Është let me hin Islam, mirë po është aran me mbet në Islam. Nëse ti nuk e ki fundamentin e dur dhe konceptin e shëndosh që ta ka ofruar Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti në Islamin tan kemi deviju. Ti prej Islamit tan kemi u lodh. Ashtu sikurse na po e shohim kohën tonë. Kur kemi lexuar nga e kalumja, si njerëzit kanë deviju, ndoshta jemi habit. Por na sot i shohim kohën tonë. E shohim kohën tonë për shembull. Njeriu i cili i ka cituar jetët e Kuranit, dhe hadithet e pejgamberit, nuk po foli për një njerëz caktuar. Domethënë gjatë jetës dikush ka jetuar më shumë, dikush më pak, dikush ka vjet më shumë, por kemi pa gjatë jetës si njerëzit pas udhëzimit kanë deviju. Edhe kjo ta jep një përshtypje se ata nuk e kanë rujt këtë fundament që janë shumë i rëndësishëm që na ofron Kurani. E para, për t'ia siguruar vetes çat qetësinë që problemet e jetës me i te i kalu me një farë mënyre faqebardh. Jo mos me pas probleme. Se nëse mendojna ose e rrejmë vetën në herë se t'jesh musliman, s'ke me pas probleme ti e të rrejmë vetën. T'jesh musliman edhe të mos kesh sprova, jetë e rrejmë vetën. Kështu mos e hin Islamit. Se kështu nuk e ka përjetu Islamin as njani, e as nuk do ta përjetoj as njani deri në ditën e Kiametit. Se kështu se ka përjetu as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E mos presmi dhe të mos kemi këtë pritshmëri nga Islami duke e rënë vetveten. 3 fundamente. Nëse këto i kemi të betonuar me mirë, edhe nëse ju shërbejmë qëtive, do t'jesh i sigurum
në atë që të ka premtuar Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, Zoti i Madh na ka kriju për 3 qëllime, për 3 objektiva. Edhe këto nuk bën mi haru për çdo ditë. Këto duhet mi kujtu atë sa të kujtohet namazi për çdo ditë, atë duhet mu të kujtohet edhe këto 3 qëllimet e krijimit tanë. Atë sa je i përpikt në dhikrin e mëngjesit edhe mbrëmjes, atë duhet me qenë i përpikt në këto 3 objektiva për cilën Zoti ka kriju, edhe këto i ka potencuar në Kur'an. E para. Dhe kjo është e përmendja e vërtet që Zoti e li prej neve, për cilën na ka folë Sejdi Ibn Xhuberi. Me përmend Zotin shumë, është me kujtu këtë qëllim për cilën Zoti ti të ka kriju. Dhe kjo është përmendja më e mirë. Kjo është përmendja që e don më shumë ti Zoti. E para. Kur e krijoi Ademin a.s. Zoti i Madh, çka ju tha me loçe? Çka ju tha? Mos u tot neve? A ndoshta e keni vetëm hoxha me fol, xhamati mos më ndërhiqja. Ç'është e keni, mos ta prishi rendin se unë kam qef me komuniku me xhamatin. Kur e krijoi Ademin a.s. Zoti ma ju tha me laçë, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ju tha me laçëve, e kam kriju njerin dhe pasardhësit e Ademit a.s. deri te njeri i fundit, për çka i kam kriju? Nuk i tha e kam kriju për mu fal. As i tha e kam kriju për me dhënë zeqat. As tha nuk e kam kriju për me shku në haç. As i tha e kam kriju për në punë tjetër. Çka tha? E kam kriju me kon khalife. Çka është me kon khalife? Kjo është qëllim. Allah po tregon qëllimin e krijimit njerit. Thotë e kum kriju njerin me qenë khalife. Çka është khalife? Çka do të thonë khalife? Allahu këtë krijesat i ka programu përveç njerit. Kretë krijesat i ka programu. A ka haru ndonjëherë dilli mos me lind? A ka haru ndonjëherë dita mos me ardh? Ose mos më perëndu dilli? A ka ndodhur ndonjëherë? S'ka ndodhur kurrëherë. Pse? Sa është e programuar. Sakhara lakum ma fi samawati wal ard. U ka nënshtruar këtë gjithësi. I ka programu kretë. Toka, a ka haru në herë toka me zonë gjumi, edhe me nalshu toka? A ka ndodhur në herë? Ka pas shafitje, ka pas dridhje. Këto janë rregulla. Këto janë rregulla kozmologjike. Ama ka haru në herë toka me nashlu kretë? Ose qielli me hup? Jo. Ama ka bova kineve me na zonë gjumin gone sabaj? Shpesher. Na ka zonë gjumi, kemi harue, na ndodhin problemet. Zoti i Madh këtë gjithësi e ka kriju të programu. Bota e ujit, që janë gjallësat ujit, janë këtë programume. Çdo gjallës e din punën e vet, në mënyrë të instiktit. Çdo shpend e din punën e vet dhe angazhimin e vet në mënyrën e instiktit. Dhe çdo gjallës, çdo botë, çdo krijim që e ka kriju Zoti, e ka kriju në kuptimin e instiktit. Dhe vetmin që e ka kriju në kuptimin e dëshirës edhe liris, është njeri. Është njeri. E kam kriju njerin me qenë khalife. Çka do më thonë khalife? Ka shumë kuptime. S'po du mu ndalë të këtë kuptime. Ajo çka neve na intereson, edhe ajo çka duhet me të interesu ti për çdo ditë, për me arrit qatë itmi'nanin, qatë qetësin, që ta kesh ofër zemrës, në jetën tane. Duhesh me kuptu se Allahu ti ka kriju khalife në kuptimin e përgjithësisë. Ti e përgjithës. Ti e përgjithës për jetën tane. Ti e përgjithës
për punën tënde. Ti je përgjegjës për me mbajt rendin njerëzor. Ti je përgjegjës me kontribu që jeta njerëzore me funksionu mirë. Kjo është një prej qëllimeve. Dhe ky angazhim është angazhim njerëzor. Ky angazhim është angazhim që përshtatet me natyrën njerëzore. Ky angazhim është një angazhim për cilën ka zbrit Kur'ani dhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë na duhet me jetu për çdo ditë. Sepse njeriu i cili jeton me përgjegjësi, njeriu i cili e ndin veten se është përgjegjës për jetën e tij, për të mirat e tij, për çdo gjë që ai e përjeton jetën e kësaj dunjaje, është diçka që i siguron atij e që quhet itmi'nan. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Men khafa adlaj, wa man adlaj dakhala al-janna. Kush jeton me frikë, e ka për qëllim kush jeton me përgjegjësi, ka shpëtu, dhe kush shpëton, ka hyrë në xhennet. Domethënë, qëllimi i krijimit ton në jetën e kësaj dunjaje është me jetu me përgjegjësi. Kjo është bazamenti. Kjo është kuptimi i drejtë i fesë. Kjo është kuptimi i drejtë i Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me jetu me përgjegjësi është bazamenti, mbi cilën ndërtohet qetësia, mbi cilën ndërtohet burnia, mbi cilën ndërtohet krenaria, mbi cilën ndërtohet çdo vlerë njerëzore. Dhe nëse kjo neve na mungon, për cilën ka zbrit Kur'ani dhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë nuk do të na bën dobi falja e namazit edhe disa rituale që i bojna brenda ditës edhe natës, sepse i bojna pa përgjegjësi. Andaj Allah në Kur'an thot: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron, ashtu sikur se na urdhëron me fal namazin, me dhënë zakatin, me shku në haxh, edhe me krij ato obligimet e Islamit, Allahu po thot inna Allah ya'murukum, i njëjti Zot, po të urdhëron me e kry emanetin. Emaneti a ka kohë caktuar? A ka vend caktuar? A duhet me pas abdes për me krye emanetin? A duhet me kon me abdes? A duhet më kthi ka kiblana për me krye emanetin? S'duhet. A duhet më kon i shkollum për me krye emanetin? A duhet me kon i shkollum? Nuk ka patjetër me kon i shkollum. As duhet më kon hoç. Ama duhet me kuptu se ti ke ardhur në këtë gjësi me përgjithësi. Kështu i ka eduku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabët. Ata janë eduku njëherë me ndi përgjithësien. Edhe sot defektin më të madh na e kemi, se na jetojna pa përgjithësi. Jetojna pa përgjithësi. Na dojna për shkurti me fitu kënaqësinë e Zotit në version shkurt. Fast food. Çdo se ne kena merak për shkurt. Nëse arri për shkurt mirë, nëse jo, edhe sot edhe biznisi është bërë shkurt, edhe çdo sent. Ama jo. Jo. Jeta është proces. Jeta është proces, në cilin proces patjetër duhet mi respektu rregullat. Përndryshe ti ke mundesh me vetveten. Ti do të kesh probleme me vetveten. Andaj çështja e emanetit është një prej qëllimeve për të cilat Zoti neve na ka kriju. Dhe këtu na duhet me investu shumë, që me kriju kulturë të përgjithësisë, me kriju kulturë që është pjesë e imanit. Fjala iman, prej kur jedh? Prej fjalës emane, që kanë dy fjalë, ose dy emra, dy nocione, rrjedhorën e kanë prej njëjtës fjalë. Fjala iman edhe emane e kanë të njëjtin kuptim. E që do me thonë, nuk ka iman ai që nuk ka emane. Me një farë mënyre, nuk ka iman të plot ai që nuk jeton me përgjithësi. Ai që nuk e ndi vetën sa është halife. Me ndi vetën halife, është nder, ka nderu Zoti i Madh, por në të njëjtën kohë, me ndi përgjithësi, se ti je një faktor shumë i rëndësishëm. Ose për smir do t'jesh, ose do t'jesh për skeq. Kështu janë eduku sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu duhet me eduku na. Nëse
pretendojmë se ndjekim fjalët e Zotit edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta, për ta shiju qatë itminanin me kretë problemet e jetës dhe me këtë peripecit e jetës, për ta shiju qatë itminanin që proceset e jetës me i kalu faqebardh edhe me qenë në mesin e njerëzve ndryshe prej tjerve, duhesh me ditë se Allahu të ka kriju për ibade. Përveç se të ka kriju khalife, të ka kriju për ibade. Çka thot Allah në Kur'an? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. E gjinat edhe njerëzit nuk i kam kriju për diçka tjetër përveç se për çka? Për me adhuru Zotin. Për me adhuru Zotin. E mirë tash, për me adhuru Zotin, çka është adhurimi ndaj Zotit? Çka është adhurimi ndaj Zotit? Me njoh Zotin, apo? Me njoh Zotin, me emrat edhe cilësitë që i ka Zoti. Apo? E dyta, me njoft Zotin nëpërmjet krijesave, nëpërmjet kësaj që na e përjetojna. Fesiru fil ardi, fenduru kejfe kane akibetul mujrimin. Hesnin tokë Zotit, edhe shifni se si Allah i ka dënu ata që kanë qenë para jush. Allahu na stimulon dhe na nxit që të marrmi shembull nga toka, nga qielli, nga krijimi i gjallësave. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shikojeni edhe veten, ndaluni te vetvetja juve, edhe shikoni edhe do të vërtetoheni se me kanë keni punë ju. Krijese kujt jeni ju, kujt i besoni ju, kujt i mbështeteshti, prej kujt shpreson, kujt i përkulesh. Domethënë këto janë pjesë të ibadetit. Kur jemi të ibadeti, edhe këtu me një farë mënyre kemi qef me bo një farë hile. Kemi qef me bo një farë hile, ndoshta me pa vedijën tonë, do njerë edhe me vedijën tonë. Çka është fjala ibade? Çka është fjala ibade? Allahu në Kur'an i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, na e dim se ti të ngushtohet shpirti edhe zemra prej asaj që e ndëgjon, prej asaj që e shef. Edhe kjo në ndodhet neve, po. A e keni pa kur neve dikush na shon në emër të Islamit? Është natyra e njerëzit. Me njerë ngushtohet, revoltohet, ndikohet prej fjalëve, prej sharjeve, prej fyrjeve, është natyra e njerëzit. Pa edhe pejgamberi sa më është ndikuar. E çka i thot Zoti? I thot Zoti that na e dim që ti të ngushtohet shpirti. Mirë po Allahu i thot fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Mirë po ti bani tesbih Zotit. Lart madhroj Zotin. Wa kum minas sajidin. Edhe ti jesh prej atyre që i ban sejdë Zotit shumë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Dhe adhuroj Zotin deri kur të vjerë yakini. Yakini, gjuhësisht do të thonë bindje. Allah do të thonë po na tregon se bind shumë do të vjen vdekja. Nuk ka hike prej saj. Bind shumë do të vjen vdekja. Mirë po puna jote është wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Puna jote është me adhuru Zotin derisa të vjen bind shumë vdekja. E çka është adhurimi? A ka mundësi ti tash me mbajt kryen në sejdë deri në vdekje? A ka mundësi ti tash me adhuru Zotin me gojën tane 24 orë? Jo bese lodhësh. Nuk ka mundësi. Andaj nocioni adhurim, el-ibade, dietarët e kanë definu kështu. Nuk është ibade vetëm me i fal 5 kote namazit. Nuk është ibade vetëm me adhuru Zotin, atë çka e tham më herët. Nuk është ibade vetëm me vdu kokën në sejdë. Nuk është ibade vetëm, këto janë bazamenti. Këto janë bazamente. Mirë po jeta është më shumë se kjo. Andaj, njëri prej dietarëve të vjetër, Ar-Ragib al-Asfahani, njëri prej dietarëve të vjetër
kur e definon, kur e shpjegon fjalën ibade, thot kështu, ka dy kuptime. Ka kuptimin e ngushtë, esencial, dhe ka kuptimin e gjanë, që e përfshin gjithë jetën. Ibada është me fal namazin, me adhuru Zotin. Ibada është me fal namazin, ibada është me përmend Zotin. Mirë po këto janë kohë caktuar dhe vend caktuar. Mirë po fjala ibade në rrethin e gjanë e përfshin krejt jetën e njerit. Ka ibade me nijet, ka ibade me nijet se pa nijet nuk llogaritet ibadet, për shembull, a mundesh me fal namazin pa nijet? S'mundesh. Mirë po, a mundesh me hangër buk pa nijet? A mundesh me punu pa nijet? A mundesh me punu pa nijet edhe pa abdes? Po mundesh me punu. Andaj do më thonë fjala ibade, do më thonë është gjithë përfshirëse, që e përfshin këtë jetën tane. Prej momenti që i qelë synt edhe thu bismillah ti ke fillu me boj ibadet Zotin. Pastaj, prej momenti që ti ke hinë banjo edhe respekton sunetin e pejgamberit ti boj ibadet Zotit. Edhe gjatë procesit të kryerjes së nevojës tane duke i respektuar rregullat fetare ti e duke i boj ibadet Zotit. Edhe pas kësaj ti e duke i boj ibadet Zotit. Mirë po jo vetëm kaq, o vllazni, se dikush mundohet neve më përkufizu ibadetin, edhe me na thonë, e ju faluni shumë xhami se na s'jungucmi juve. Ama në sfera tjera të jetës, në jetën shoqërore, ju mos u përzini. Ju nuk ban mu përzia. Ani, ju rini, ndërtoni xhamia, ndërtoni mektebe, s'ju përzina, bile do t'ju ndihmoj me juve. Ama në jetën shoqërore, mos u përzini. Kur na dojna me promovu një devijim, ju mos ngritni zonin. Se ju jeni kategorisë vetëm me adhuru Zotin. Ama ata dojnë neve me na përkufizu. E këtu është një defekt që shpesher na kështu i pranojna paket. Për njerëzve dashakçit të Islamit, duke na i ofru paket definicionin e gabum të ibadetit, dhe na tu mendu se e kemi arrit qëllimin dhe majën e ibadetit, me një farë mënyre po përkufizomi dhe po mjaftomi me atë që ata neve na i kanë rezervu. E keni qartë? Ju s'ban mu përzim politik. Çka bën politika s'ban mu përzim. Ju s'ban mu përzim. Jo. E kjo gabim. E nëse kështu mendojna, neve na shlidh nije jeta në emër të ibadetit dhe të konceptit gabum dhe ibadetit. O vllazni, në jetën tonë nuk kemi qeraxhina. Në këtë gjithësina nuk kemi të hujtë. As jemi qeraxhi, jemi të Zotit e vendit tonë. Jemi përgjegjës për shoqërinë tonë, thash, jemi halife. Kur ta ndish veten që je halife, vallahi ti s'mundesh me ndet rahat. S'mundesh me ndet rahat. Se imani çtin duhet mu përzit me ngrit zonin. Duhet me kontribu. Duhet me ndryshu fenomenet e gabume. Duhet me ndryshu degenerimet. Duhet me him pazar të madh. Gjuilet li al-ardu masjidan wa tahura. Kështu ka thonë pejgamberi. Xhamiat nuk janë vetëm xhamia që na i ndërtojnë. Xhamia çka është? Në konceptin e gjanë, çka është xhami? Këtë toka e Zotit be xhami është. Këtë toka e Zotit është xhami. Edhe kur ti punon për me shërbi popullin tan, edhe vendin tan, dhe për me kriju një ardhmëri më të mirë, kjo është ibadeti më i mirë, edhe xhihadi më i mirë, edhe investimi më i mirë dhe kontributi më i mirë që e don Zoti i madh, me cilën na e rumbullaksojmë qatë kuptimin e drejtë të ibadetit. Let be është më vëq më falë, vallahi billahi kjo ma let nuk ka. Ama e ke arrit qëllimin? Ja. E ke lidh një e vetën. Kështu që mos e ndi vetën qiraxhi në vendin tanë dhe jetën tanë. Por duhesh me ndi vetën se je përgjegjës për vendin tanë edhe për shoqërinë tanë. Andaj, kuptimi i drejtë i ibadetit për cilën Zoti neve na ka kriju, dhe është kusht për ta gëzuar çat qetësien që Zoti e ka premtuar nëpërmjet përmendjes Zotit,
është patjetër që me kuptu dhe me pas këtë botë kuptim plot të ibadetit, e që na në emër të ibadetit me qenë njerëz që do të kontribojmë dhe do të investojmë edhe do të konkurojmë në gjitha tregjet e jetës. Kjo është kuptimi i drejtë i ibadetit. Dhe qëllimi i dytë për cilën Zoti neve na ka kriju. Dhe qëllimi i tretë për cilën Allahu neve na ka kriju. A keni limit caktuar të ligjëratës apo jo? Ha? Nota e gjatë është. Dhe qëllimi i tretë për cilën Zoti neve na ka kriju e ka përmend Zoti në Kur'an. Ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allahu ju ka kriju nga toka dhe ju ka obligu që të krijoni infrastrukturë në gjitha sferat e jetës. Kur tham 1, 2, 3, mos ta kuptojmë se njëherë duhet me konë khalife, njëherë ta provojna ta ushtojna veten, të jetojna me përgjegjësi, e pastaj nëse na jet kohë pak edhe të falmi, e pastaj nëse na jet pak kohë edhe të fillojna ta ndërtojna infrastrukturën e dunjos. Jo. Këto shkojnë këtë paralelisht. Jo, s'ka përparësi dhe e përsi njëna prej tjetrës. Këtë të trijat janë në rend të parë. Andaj Zoti ma thot, o robje, të kam kriju prej tokës, o sta'marakum fiha, edhe të kam obligu, kërkoj prej teje. Prej teje kërkoj, prej ti që e ke thonë shahadetin. Prej ti që ti shpreson me përmendjen e Zotit, me arrit qatë qetësien dhe sigurin e mbrenshme të zemrës edhe të shpirtit, ti e ki obligim që në kohën tane edhe në jetën tane me ndërtu infrastrukturën e jetës tane në gjitha sferat e jetës. Kur tham infrastrukturë, është çështje materiale. Është çështje e materializimit. Por Zoti e kërkon. Se trupi i njerit është i krijuar prej dy komponentave, apo? Prej trupit edhe prej shpirtit. Njëna pa tjetrën nuk ka kuptim. Edhe dunjaja. Dunjaja në të cilën na besojmë dhe nëpërmjet të cilës dunja na e shpresojmë ahiretin. Çka? Patjetër edhe shpirtin edhe fizikën duhet me ndërtu. Çka është qëllimi i sta'marakum fiha? Allahu kërkon që me ndërtu dunjan. Allahu kërkon që na me kanë dhe me qenë shembulli më i mirë dhe modeli më i mirë që njerëzve t'u akrim nevojën e jetës në formën më të mirë dhe më të lehtë të mundshme. Unë besoj që kretë keni lexuar, dikush më shumë, dikush më pak, dikush ka dëgjuar më shumë, dikush më pak, për periudhën edhe epokën e Spanjës, kur kanë sunduar muslimanët. Apo? Keni ndëgjuar? Për Endelusin. Koha e khilafetit, koha e ulemave, koha e ambientit të imanit, edhe dijes, edhe të shkencës. Çka ka qenë atë? Çfarë shembull ka qenë Spanja? A ka qenë vetëm shembull i devotshmërisë të përkufizuar apo i devotshmërisë i shtrim në gjitha sferat e jetës? Shkenca prej ku ka buru? Sa ata e kanë kuptuar jetën e Kuranit. Ata domethënë gjithmonë kanë qenë me kohën edhe me nevojat e kohës. Edhe ata gjithmonë kanë qenë tregun e madh të njerëzimit. Nuk kanë qenë tregun e vogël. A kemi qartë vëllai se na alojnë në tregin e vogël? Na alo lokalisht jemi. Na alo lokalisht shesmi edhe blem. Alo s'kemi dalë në tregun e madh. Na duhet me dalë në tregun e madh. Edhe duhet me kontribu në tregun e madh. Në emër të imanit, në emër të besimit, në emër të devotshmërisë, që na jemi ata që duhet me kontribu më së shumti për ta ndërtuar dunjan në shërbimin e njerëzimit,
Pse? Se kjo është pjesë e imanit. Ka qenë një grua në kohën e Harun e Rashidit. A keni qenë, kush ka qenë haxh për juve? Ose në numra, a keni qenë? Indikon, po. A e konë në Arafat? Si e konë në Arafat? Do më thonë numra kanë e konë, mas kanë e konë në Arafat. Kush e konë? E konë, po. Te kodra e rahmetit, e konë? Te kodra ku ka i pejgamberi sa, po. Prej ati, ndoshta ai hoxha ndoshta ju ka shpjegu, është një mur, quhet muri i Zubejdes. Muri i Zubejdes është mur që është ndërtuar prej Irakut deri në Arafat dhe prej Arafatit deri në Mekë. Domethënë bëhet fjalë për shekullin e 4-5. Investimi akon maramendes. Domethënë deri 500 kilogram ari, nëse nuk gaboj. 500 kilogram ari ka kushtu, domethënë ajo projekti i Zubejdes. E ka sjell ujin prej Irakit deri në Arafat dhe prej Arafatit deri në Mekë. Edhe kur i ka marrë ato arhitekt e asoj kohe, ato i kanë thonë, ti jetu bon një investim maramendes. Domethënë, jetu bon një investim që ka me kushtu shumë. Edhe paramendet nuk janë konë mjetet e sodit. Domethënë, ka pas batica dhe zbatica. Edhe ujin e ka sjell pa kun një farmjeti. Se si e kanë ndërtu ato arhitekt, nuk e dim tash çish e kanë ndërtu. Mirë, po uji ka ardhur prej Irakit deri në Arafat. A di çka ka thonë? Ka thonë me kanë që çdo e mshume me atë mjetin për ta ndërtuar atë mur që do ta sjell ujin prej Irakit deri në Mekë, nëse kushton çdo e mshume 1 dinar ari, unë e kam e dhënë. Edhe ajo sot ekziston ajo. Ka me si gjurmë për me pa gjenerat pas gjenerate se si e kanë menduar ata. Ajo e ka kuptu këta jetë kuranor se prej imanit është me investu edhe me kontribu që njerëzve ju me u përgjigj në nevojat e jetës. Për shembull, sot është teknologjia, po. Sot është teknologjia. Ku duhet na me investu? Muslimant, rinia. Ku duhet me konë të partë? Ati ku e kërkon koha. Ati ku e kërkon nevoja. Dhe këtu na si musliman, na smujmë krejt më u bon, ama një pjesë e muslimanve, një pjesë e rinis, në më thonë, duhet me kontribu këtu, që kjo me shkun në adres të islamit, që na me konë shembull i mirë, për mbar njerëzit, kur erdhi sahabiju të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha pejgamberit alaihi wasallam? Men ahabbu an-nas ila Allah. Kanë don Zoti më shumë ti. Kanë don. Ai që për çdo vjet shkon numra. Ai që për çdo vjet shkon haxha. Ai që fal namaznate. Jo, nuk i tha kështu pejgamberit. Këto janë ibadete individuale. Këto janë për me të motivu tije si individ që t'jesh i dobishëm në rrethin shoqëror. Ama ju mu mjaftu vetëm me kaq. Na kemi shumë, s'po du me thonë shumë, që ndoshta e teproj. Kemi njerëz që janë të namazit natës, ama të ditës, inshallah Allah i sta qetë parasive. A jemi dëshmitar të se? Dy muhabete së një banë me ta. Ndoshta i namaz natë e ka falë, ama me fjalët e namazit ditës, hiç kur qish s'korrespondon. Çka i tha pejgamberi sa? Ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas. Më i dashur te Zoti kush është? Më i dobishëm për njerëzit. Sa jemi dobishëm për njerëzit? Sot në kohën e sotit. Në kohën e sotit, për njerëzit, s'ka thonë vetëm për musliman, për njerëzit. Për me qenë i dobishëm për njerëzit, duhesh me hec me kohën, o vllai dash. Duhet me hec me nevojat e kohës.
duhet me hec me zhvillimin e kohës, duhet me hec me kërkesat e kohës. Kur tham me kërkesat e kohës, jo mi shkel halalet edhe haramet. Jo. Se dini i Zotit është i përshtatshëm për çdo kohë. Edhe ta jep mundësinë me manevru, edhe me pas atë fleksibilitetin, pa i shkel kufit e Zotit. Është aq i mahnitshëm për smiri, sa që do më thonë t'jep rrugdalje, do më thonë në çdo situatë dhe në çdo kohë dhe në çdo vend. Çka i tha pejgamberi sa anfa'uhum linnas? Është më i dobishëm, ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Këto janë 3 qëllime për cilët Zoti neve na ka kriju, të cilat qëllime duhet me i zbatu. Nëse dojmë të jemi dhe ta shijojmë qatë qetësinë të cilën Zoti neve na i ka premtu. Mirë. Po me kanë që tash une arrit me realizu qëllimin e parë, edhe dytin, edhe tretin. Edhe çka ndodh pastaj? Çka ndodh? Mo njeri e ka kryu, ka mrin maje? A ka mrin maje? Jo, s'ka mrin maje, ala. E di cila është maja? Se njerëzit që nuk e besojnë ahiretin, në krijimin e karrierës, çka thojnë? Ta kry shkollën, ta kry fakultetin, ta bëj qëtë biznes, edhe unë jam rahat. Vallai bashkë qëto që i kanë realizu krejt qëto, kur kam rinë qatë pikën që ja ka vëndu vetës qatë pikën, qatë i ka kop shqetësimi. Qatë i ka kop sikleti. Qatë i ka kop telashja. Kështu që mos i vënoni vetës pikë. Se mi avnu vetës pikë, është mi amshel drinin zemrës tane. Edhe shpirtit tam mi amshel. Edhe ti ki me pas shqetësim njëtën tane. Jo. Kështu zban. Duhet presje. A dini pse? A shbo një studim shkencor, edhe kjo më ka habit edhe më ka mahnit shumë. Studimi a shbo në Kaliforni. Edhe kanë dash me vërtetu se cilët njerëz janë më të stresum, kush janë ata që kanë më shumë të probleme psiqike dhe shpirtërore. A janë ata që janë fukara, të kësaj kategorisë, apo janë ata që kanë probleme, apo kush janë? A dini çfarë përfundimi kanë ardhur? Nuk janë as këta as ata. A dini ku është bo dallimi? Dallimi është bo mes atyre që kanë besuar ahiretin dhe atyre që s'e kanë besuar ahiretin. Nuk është mes atyre që kanë arrit në aspektin material. Nuk është mes atyre që i kanë arrit qëllimet e veta në jetën e kësaj dhunjaje. Dallimi është mes atyre që besojnë ahiretin edhe që nuk e besojnë ahiretin. Dhe përqindja më e madhe është pikërisht të ata që materialisht janë mirë, por vetës i kanë vëndu pikë. E Zoti i Madh thot, me gjithë atë që ti i realizon krejt këto 3 qëllime, ti duhesh me punu për qëllimin më të lartë. Cila është ajo? Takimi me Allah. Kullu nefsin, po para mendoni ba ka dënim, edhe problem më të madh psiqik, që ta zomë, ta logaritmi se Zoti ti mundson krejt që të më realizu, edhe tash i realizon ti edhe instinktivisht, lind ajo nevoja, tash kur të vdes, çka ka me bo? Çka ndodh me mu? Pa dini me çfarë shqetësimi është ajo. Kur ta dish se ki me vdek edhe mbaron çdo gjë me tije, po shqetësim më të madh për ti nuk ka. E Zoti i Madh, jo thot. Jo. Eliminoj këtë shqetësim me diçka që është më e madhe. Cila është ajo? Kullu nefsin dha'iqatul maut. O robi jem, a din pse ti duhesh me qenë khalife? O robi jem, a din ti pse duhesh me adhuru Zotin e Madh? O robi jem, a din ti pse duhesh me ndërtu dunjan, shërbimin e njerëzimit? Kullu nefsin dha'iqatul maut, thumma tuwaffa, mos gaboj, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, e pastaj çdo kush do ta meritoj atë që ai ka punu jetën e kësaj dhunjaje. Erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Said al-Khudari, thot erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Tuba
për atë që të ka pa dhe të ka besu. Tha pejgamberi selam, tha tuba për atë që më ka pa edhe më ka besu. E pastaj tha pejgamberi selam, tuba, 3 herë. Tha për atë që më ka besu e nuk më ka pa. E ata kush janë? Na jemi, vëllazni. Na jemi. Këti laqë, hinor, që të ngjall një ndjenjë, që ti me kanë krejtësisht ndryshe për tjerëve. Çka tha pejgamberi sa? Inne fil jannati shajara. Ngoni mirë. Në xhennet është një pemë e që hija e saj është 100 vjet me hec, me kaleru, me kal shpejt, nuk mundesh mi dalë në fund. Një pemë. Sa pemë ka xhennet? Sa është gjërësia e xhennetit? Sa janë të mirat e xhennetit? Sa janë begatit e xhennetit? Çfarë është shija e xhennetit? Çfarë është mirësia e xhennetit? Çfarë është pamja e xhennetit? Çfarë është dëgjimi i xhennetit? Çfarë është përjetimi i xhennetit? Inne fil janna. Allah thot pejgamberi sa, xhennet ka atë që sini se ka pa dhe s'ka mundësi me pa ndonjë. Atë që veshi s'mundet me ndëgju ndonjë, dhe atë që njeri nuk mundet me paramendu se çish mundet me kanë xhennet. Kjo është ajo që neve na ofron qetësinë e realt. Qetësinë e realt dhe sigurinë e realt dhe krenarinë e realt dhe burninë e realt dhe përqëndrimin e realt deri në takim me Rabbul Alamin. O vëllazni, lexoni Kur'anin. Lexoni Kur'anin nga faqja e parë e deri te faqja e fundit. Nuk ka faqe të Kur'anit e që Zoti se ka përmenë ahiretin. S'ka faqe. Nuk ka faqe që Zoti se ka përmenë ahiretin. Te surja Fatiha, çka thot Allah? Ku e ka përmenë ahiretin? Maliki Yawmiddin. Në surën Bekara, më njëherë. Ajeti i 3. Lexoni. Faqja e 3 e ka përmend xhenetin. Faqja e 4 e ka përmend ahiretin. Edhe më rend, deri në faqen e fundit. Çka ka dorë Zoti me na kallëzu me këtë? Ka dorë neve me na kallëzu Zoti i Madh se jeta jon për me qenë e qetë dhe e sigurt dhe krejtësisht ndryshe prej jetës tjetrit, duhet me konë connect me dunjon dhe me ahiretin, vazhdimisht, në mënyrë paralele. Duke i respektu dhe duke punu për qëllimet për cilët Zoti neve na ka kriju, dhe nëse Allahu na i mundson me realizu, asnjëherë nuk duhet me humb ajo ndjenja dhe besimi se ajo që do të vjen pas kësaj është më e mirë dhe është më afatgjatë. Edu Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, të na mundsoj që në jetën tonë në emër të imanit të jetojmë me përgjegjësi, në emër të imanit të adhurojmë Zotin e Madh në gjitha format dhe gjitha formatet e jetës tonë, gjitha sferat e jetës në të cilat na jetojmë, dhe Allahu na mundsoft që në jetën tonë me kapacitetin që Allahu na i ka dhënë të jemi të dobishëm për tjerët, e mbi gjitha të jetojmë me ndjenjen më të mirë dhe më të bukur, e cila i eliminon gjitha streset dhe gjitha shqetësimet. Ajo është jeta dhe sakrifica dhe ndjenja për të takuar Zotin e Madh faqebardh dhe për të qenë afër pejgamberit alayhis salam me më të mirin dhe më të mirët në xhenetet e mirësive të Zotit të Madh që i ka përgatitur vetëm për besimtarët e sinqertë dhe të mirë. Zoti ju shpërbleft për ndëgjimin. Allah ju dhash çdo të mirë, e Allah na mëson që gjithmonë të takohemi në përkujtimin e fjalëve të Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam, dhe në vepra të mira në këtë botë dhe shpërblimet e ahiretit. Allahumma amin.